Zotë Prenga, atëherë nëse SBA-ja do ndërmerrte një sulm të kufizuar ndaj objekteve ushtarake iraniane, kjo sigurisht do të shënonte edhe një kthes të madhe në dinamikën e sigurisë renare. Mendoni ose a do ta konsideronit një goditje të tillë si një akt parandalues strategjik apo si një hap ndoshta që hap edhe derën për një luftë të pakontrollueshëm mes këtyre dy vendeve, por jo vetëm? Mendoj që java që sapo lam pas ishte nga javët më intensive në aspektin e zhvillimeve diplomatike, pasi dy takime u zhvilluan në Gjenevë dhe një tjetër në Washington, gjithmonë në interes të paqes dhe të parafrimit të palëve që janë në konflikt për një armë pushim të mundshëm të shpejtë dhe për nënshkrimin e një marrëveshje mes palëve ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një rol vendimtar si një ndërmjetës apo iniciator. Nëse kthehemi drejt për së drejtë ke pyetja dhe përgjigja që vjen relativisht në marrëdhënien e Shtetit Bashkuar të Amerikës Iran, ata nga takimet që kanë zhvilluar, të dy palët kanë deklaruar që kanë qenë të suksesshme, por nuk kanë shpejtuar për të deklaruar rezultatin final të tyre dhe arritjen e objektivave të palëve. Në këto kushte, të dy palët janë të tërhequra dhe po merren drejt përshëndetjes veçanërisht Irani për të parë se cilat janë kushtet dhe kriteret që duhet të përmbushin në arritjen e një marrëveshje, sidomos me programin bërthamor. Kjo është dhe pika nevralgjike që shqetëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm, pasi këtu kam e marrë në konsiderat linjën e mesme edhe me gjërë, si një shtet që në rajon Irani është nga shtetet më të përgatitur dhe më të fuqishme, që do të përfshijë në valën e konflikteve edhe vende të tjera, siç është Izraeli apo bazat e NATO-s të vendosur në lindjen e mesme. Në këto kushte, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendoj se kanë lutur në dy drejtime paralelisht, atë të diplomacisë dhe të mundësisë të nënshkrimit të një marrëveshje mes palëve për ulën në tavolinë dhe arritjen e objektivave të palëve, sidomos me programin bërthamor. Por paralelisht kësaj, të dy palët kanë vazhduar edhe përgatitjet intensive të spektrit ushtarak për të mbrojtur njëra palë e pala tjetër për të patur një sulm të mundshëm nëse nuk arrihet në finale në nënshkrimin e një marrëveshje. Gjithmonë, të dy palët janë të rezervuara përsa i përket këtij vendimi që është mjaft delikat dhe i komplikuar, sepse të dy palët e dinë mirë që nuk është e lehtë të ndërmarrësh një veprim luftarak ndaj një vendi, është e lehtë të ndërmarrësh atë godasësh, por nuk di askush se si do të jenë zhvillimet dhe situatat si do të vinë për të arritur në një finale të pritshme. Askush nuk do të nisë një aksion, operacion apo luftë, apo qoftë dhe bisedime në tavolinë dhe të dalë në fund të tyre i dështuar. Si pala amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe pala iraniane. Pala iraniane është disi në pritje, pasi nuk është vendi që kërkon të sulmoj, por është vendi pritës që ndikohet e afektohet drejt për së drejti nga ndërhyrja nëse do të ndodhë, kryesisht lidhur, siç e theksova dhe më lart, me programin bërthamor të Iranit. E qartë. Zotë Prenga, nga ana tjetër, aleatët arabë në Zhirin Persik duhen se do të jenë objektiva e parë e hakmarrjes iraniane. Sa reale është rreziku që konflikti mes SBA dhe Iran të bashkëngjiten automatikisht vendet e Zhirit si palë të përfshira drejt për drejt? Ne pam javën e kaluar që Irani realizoi një stërvitje në det në ngushticën e Hormuzit. Garda revolucionare e Iranit, forcat kryesore që mbështesin regjimin atje, në bashkëpunim me palën ruse, organizuan një stërvitje relativisht jo të vogël. Kjo tregon se e kanë marrë seriozisht dhe e din kërcënimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos nga dy aeroplan mbajtëset që janë tashmë të vendosura në lindjen e mesme dhe shumë afër me Iranin, brenda hapësirës dhe distancës për të goditur çdo lloj objektivi që ata të dëshironin. Si në aspektin ajror, ashtu edhe atë detar. Këto do t'jenë. Skenaret e mundshëm aty janë në tavolinë, ekspertët kanë paraqitur, mendoj unë, disa faza apo disa skenar të mundshëm me një goditje blitz nëse nuk do të arrihet një marrëveshje. Këte edhe pala iraniane
diku më pak e diku më shumë, sepse ata janë të mbyllur ndaj botës dhe ndaj medias jashtëzakonisht shumë dhe nuk dalin informacionet, nuk dalin çfarë ata po përgatisin apo çfarë kanë gati për të reaguar nëse do të goditen, apo si do të veprohet konkretisht nëse nuk arrit në një marrëveshje. Unë besoj dhe shpresoj që do të arrit në një marrëveshje, pas ata kanë gjithkohën e nevojshme dhe presidenti Trump e deklaroi që ne do të ju vëmë një afat kohor prej 10 ditësh në fundin e javës që kaloi dhe kam një bindje që ata gjersa e kanë marrë detajet e një marrëveshje dhe po e studiojnë për të parafruar me ato çfarë pala amerikane ka kërkuar, por njëkohësisht edhe për të parë edhe në aspektin se si ata vetë do të arrijnë objektivat e një marrëveshje. Nëse vërtet nuk do të arrihet, po unë besoj që do të arrihet një marrëveshje në tavolinë, pasi as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as rajonit Lindjes së Mesme, por as i vetë Iranit nuk i intereson që të hyjë në një konflikt. Qoftë ky operacion Blitz për të goditur disa nga objektivat kryesore, por këtë frikë mendoj se këte opsione kanë studiuar dhe vetë iranianët dhe qeveria atje, pasi lideri suprem e ka shprehur në një mënyrë jo drejt për drejt edhe përgatitjen e zëvendësit të tij. Janë dy arsye, natyrisht edhe ligjet e natyrës, mosha relativisht e lartë e tij, por edhe rreziku e risku që nëse do të arrijë në një goditje kirurgjikale, jam i bindur që edhe rezidenca e tij dhe vetë si person do të jenë objekti kryesor i goditjes, përfshi këtu gardën, elementet drejtues të gardës revolucionare. Gjithsesi, po që sa arrit në goditje, jam i bindur që Irani do të reagojë dhe lindja e mesme do të jetë e përfshirë, kryesisht Izraeli dhe bazat amerikane të vendosura në lindjen e mesme. Vendet e tjera nuk besoj, pasi një pjesë e tyre, Omani, Egjipti, Arabia Saudite dhe shumë vende të tjera janë pro-amerikane në një mënyrë, kurse ato të cilat nuk janë pro-amerikane, mendoj që duke filluar që nga organizatat terroriste tashmë Hezbollah, Hamas edhe Houthi, janë goditur aq rënd sa nuk kanë ndonjë mundësi me peshë për të reaguar, si dhe vendet e tjera të cilat dal ngadalë e në mënyrë, si mund themi, permanente, Amerikani ka arrit që t'i godas dhe ata kanë punë ose problemet e tyre të brendshme, si që është bje fjala Afganistani, Iraku, Siria, gjithmonë kanë problemet e tyre të brendshme dhe nuk është e lehtë që të luftosh në dy fronte të ndryshme. Nuk kanë kapacitetet në nevojshme, janë me konflikte, me protesta, duke marrë realisht, kështu që nuk ka se kusht i shkojë në krah drejt për drejti Iranit. Irani ka patur dhe ka investuar jashtëzakonisht shumë me 3 organizata terroriste si dora shtrirë e tyre për të vepruar dhe nuk ka kursyer asgjë për to në lindjen e mesme. Por lufta gati 2 vjeçare mes Izraelit, mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Izraeli si pjesëmarrës aktiv në këtë konflikt ka arritur që këto jo t'i azgjësoj, por t'i dobësoj deri në nivele të tilla që nuk mund ndërmarrin operacione në shkallë të gjerë. Nuk përjashtoj asnjë rast për goditje sparodike që ata mund të realizojnë. E qartë, ndërkaq, një nga skenaret, zoti Prenga, përfshin dhe goditjen ndaj programit bërthamor iranian. Mendoni se do të vënonte realisht kjo programin bërthamor apo do ta përshpejtonte ndërkaq vendosmërinë e Iranit për ta zhvilluar atë ndoshta në mënyrë edhe të fshehtë? Me gjithë goditjet që u bën në qershorin e vitit të kaluar me B-2, me bombat dhe sistemin e ajror të aviacionit që ka amerikanit, që do thosha askush në botë nuk e ka këtë kapacitet dhe mundësi, përsëri Irani, pa çka se nuk kemi informacione të detajuara, por duke marrë në konsiderat vendin e vendosës, thellësinë e vendosës, sigurinë e tyre, rujtjen, sepse është paralel me rujtjen e uraniumit të pasuruar, mendoj që nuk është shkatruar, thjesht dhe vetëm është goditur dhe vonohen procedurat e realizimit të pasurimit dhe të mundësisë së krijimit të një arme bërthamore për ta poseduar Irani. Kështu që edhe nëse do të goditet përsëri,
do t'jetë jo e lehtë. Ajo që e finalizon për mua dhe e siguron botën në përgjithësi dhe Shtetet e Bashkuara në veçantë e lindjen e mesme për mos posedimin e një programi, zhvillimin e një programi bërthamor, mos posedimin e kokave bërthamore nga Irani është marrëveshja dhe përcaktimi i grupit të inspektorëve për të realizuar gjatë gjithë kohës dhe për të njekur në vazhdimsi pasurimin e uraniumit dhe lejimin e tij vetëm për nevoja ekonomike të Iranit. E qartë, ndërkaish, një përshkallëzim mund të prekte drejt për drejt zoti Prenga dhe ngushtisjen e Hormuzit. Sa i cënueshëm është realisht trafiku global i energjisë nëse Irani vendos ta destabilizojë të gjithë të korridor strategjik? Nëse vendoset dhe shkohet në finale që unë nuk do ta uroja, nuk do të dëshiroja dhe pak besoj në goditje, atëherë detyrimisht që ai do të përpiqet me çdo kusht të bëj për vete shumë vende, duke ndikuar drejt për së drejti në ekonominë e tyre. Pra, ngushtisja e Hormuzit që kontrollohet në pjesën veriore nga Irani, ku kalon rreth 20% e trafikut të naftës në shkallë botërore, jam i bindur që ai do ta godas dhe bursat, çmimi i naftës e ndoshta edhe më gjerë do të ndikojë drejt për së drejti. Por nuk besoj se do të arrijë të përfshijë shtetet që ndikohen në aspektin ekonomik dhe furnizimi me naftë nga ky rrugkalim, nuk besoj se ato do të reagojnë aq ashpër sa të bëhen krah dhe të përfshihen në konflikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra të bëhen palë me Iranin. Nuk besoj për shumë arsye, pasi tregtia më e madhe bëhet me Kinën, Kina është relativisht e distancuar dhe nuk besoj se do të arrijë të futet e të përfshihet në këtë lloj konflikti. E vetmi ndikim do të jetë aspekti ekonomik, rritja e çmimit të naftës, mungesa 20% në treg të naftës që do të rrisë menjëherë çmimin në bursa dhe do të ndikojë ekonomikisht edhe do të preke jo pak, por 20% të vendeve që furnizojnë pra të globit. E qartë, por si do ta riformësonte një sulm amerikan raportin e forcave pranë mes Washingtonit dhe boshtit Moskë-Pekin, zoti Prenga? Bindjen me Pekinin natyrisht do të kishte ndikime, kurse për sa i përket me Rusin nuk besoj se do të ketë ndikim të fuqishëm, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në takimet që kanë zhvilluar dy presidentët, duke filluar nga takimi i Alaskës, edhe në të ardhmen që parashikohet për arsye të konfliktit Rusi-Ukrainë të ketë një takim final mes tyre, e në mes tyre do të ketë besoj patjetër mes presidentit në finalizimin që uroj deri nga vera e këtij viti të ulin në tavolinë dhe të nënshkruajnë një marrëveshje për paqe të qëndrueshme. Shtetet e Bashkuara do të jenë ata që do ta e kanë iniciuar dhe do të jenë rolin kryesor për të realizuar. Në këto kushte them që situata dhe marrëdhëniet mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë nuk janë në pikën më të dobët të tyre, por do thosha janë të përmirësuara për sa kohë dy presidentet janë takuar dhe mbase kanë vendosur edhe fatin e Ukrainës dhe të nënshkrimit të marrëveshjes së paqes të pritshme. Kështu që me Kinën natyrisht do ndikoj, lufta me Kinën mendoj se është luftë më shumë ekonomike për zaptimin ose si mund të themi zaptimin e tregjeve. Dhe kjo është ajo kryesorja për sa i përket marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kinë. Kina ka kërkuar dhe ka vazhduar dhe po zën tregje influencë ekonomike gjithmonë, dhe këtu është gjithë lufta që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinën. Nuk besoj se do ketë, do të arrihet në një përplasje të tillë paçkase që mund të godas Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam i bindur që kjo nuk mund të ndodhë, paktën për momentin. Por zoti Prenga, a është infrastruktura ushtarake amerikane në linjën e mesme përgatitur për një sulm të koordinuar pranë me raketa dhe drone? Unë mendoj se është totalisht i përgatitur, nuk është hera e parë që ndodhin, ata kanë një fuqi të jashtëzakonshme për sa i përket aeroplan mbajtësve dhe po do të sillja një shembull, kanë një fuqi të jashtëzakonshme dhe kanë një përbërje ushtarakësh profesionist, pa folur për kalibra dhe llojet e armatimeve që mbajnë dhe mundësia më e mirë është. Por krahas kësaj do të jetë dhe forca ajrore që do të afrohen e do të jenë në pika kyçe duke filluar nga vendet që kanë distancën e mushme për të goditur dhe detyrimisht kjo nuk është hera e parë, ata trajnohen, kanë patur raste të tjera që kanë zhvilluar dhe jam i bindur që për të bërë një operacion luftarak kirurgjikal
të pjesëshëm dhe të shkurtër në afat kohor, e kanë të gjithë kapacitetin e mundshëm për të realizuar një gjë të tillë. Unë uroj që të mos ndodh, por këto skenar janë në tavolinë për sa kohë palët nuk do të përfundojnë në një marrëveshje. Shpresoj dhe uroj që këtë javë dhe javën e ardhshme, nga fillimi i javës së ardhshme besoj që do të arrihet të realizohet një takim tjetër mbase në Gjenevë, mbase në Oman, por që do të realizohet një takim me ndërmjetësit amerikanë dhe të besuarit e presidentit Trump dhe palën e delegacionit të përfaqësuar nga ministri i jashtëm i Iranit për të parë se çfarë kanë bërë në ato që morën nga takimi i fundit që zhvilluan në Gjenevë. Uroj që të realizohet ajo që në një farë mënyrë vetë Irani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe bota në përgjithësi dëshiron dhe uron për të patur një marrëveshje mes palëve, kryesisht për të frenuar dhe për të patur kontroll të plot në programin bërthamor të Iranit. E qartë. Ndërkaq zoti Prenga, opinioni publik amerikan ka treguar sigurisht edhe lodhje nga konfliktet e gjata në lindjen e mesme. Sa ndikim do të kishte i gjithë presioni i brendshëm politik në SBA mbi kozgjatjen e një operacioni ushtarak dhe nga ana tjetër sigurisht një luftë mund të prodhojë dhe një krizë të re refugjatësh, por edhe tensione humanitare. Në këtë rast, është Bashkimi Evropian i përgatitur për pasojat humanitare, por edhe flukset e mundshme migratore? Pasojat janë të padiskutueshme dhe askush nga qytetarët, po ti intervistosh, askush nuk e do luftën, nuk e do konfliktin, pasi sjell pasoja katastrofale dhe përfshir këtu dhe pjesën kryesore të humbjes së jetëve njerëzore. Pa fol pastaj për aspektin ekonomik që është një faturë kolosale e vërtet. Në këto kushte jam i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe popullsia atje nuk e do luftën, nuk e do konfliktin, qoftë ai edhe i pjesshëm. Por nisur nga fakti që tashmë janë futur përfshirë në këto zhvillime, unë uroj e shpresoj që ata të japin një zgjidhje sa më të shpejtë jetë e mundur, pasi në zgjedhjet e pjesshme që do të zhvillohen në gjysmën e mandatit që po vjen gradualisht nëntori i vitit 2026, për presidentin Trump do të jetë një goditje e rëndë edhe për strukturën politike që ai përfaqëson. Kështu që unë mendoj që brenda verës maksimale qershor korrik do të jap zgjidhje, besoj, edhe këtij edhe pjesës Rusi-Ukrainë. Pasi ai kur ka ardhur në mandatin e dytë, atë çfarë ka premtuar ka qenë që unë nuk do të përfshihem në lufta, përkundrazi, edhe ato lufta që kanë filluar brenda 24 orëve do të ulem, do të investohem 100% për të nënshkruar marrëveshje e paqe. Kjo nuk u realizuar deri tani, pa i heq meritën për ato që kanë ndikuar dhe ka realizuar, por me Iranin një dhe me Rusi-Ukrainë do thosha deri tani nuk ka qenë i suksesshëm. Shpresoj e besoj që edhe ata, edhe administrata e presidentit Trump me ekspertët dhe specialistët që ka, jam i bindur që këte ja kanë thënë dhe i vënë opsionet e ndryshme mbi tavolinë që ai të vendos për vendimin më të mirë të mundshëm. E qartë. Mirë, zoti Prenga, pyetja e fundit për ta mbyllur. Nëse do të nisë një përplasje mes të dyja vendeve, cili do të ishte sipas jush skenari më i mundshëm i daljes diplomatike për të shmangur sigurisht një luftë të gjatë? Unë mendoj, uroj e shpresoj dhe kam një bindje që nuk do të ketë, por nëse do të ketë nëpër masa të vogla, flas gjithmonë për përfshirjen e trupave 1, për përfshirjen e kapaciteteve 2 dhe për kozgjatjen 3, por mbi të gjitha për goditjen kirurgjikale të objekteve dhe të personave që janë tashmë përzgjedhur dhe ndiqen në vazhdimsi 24 orë 7 ditë javës për ta ditur se cila është veprimtaria e tyre dhe ku janë në vendodhje. Në këto kushte jam i bindur që në bashkëpunim me Izraelin dhe shërbimet e tjera të fshehta që ekzistojnë në Iran, do të arrijnë të bëjnë një goditje kirurgjikale me efektshmëri të lartë dhe shkëputjen e daljen e menjëhershme nga situata e konfliktit. Mundet të jetë me ditë, maksimale 1 deri në 2 javë, mendoj unë, por kur më tepër. Dhe kjo do të arrihet pasi ata do të arrijnë një sukses të parë dhe duke parë situatën dhe zhvillimet e situatave të paqëndrueshme brenda Iranit, nëse do të goditën rezidenca e liderit suprem, garda revolucionare, populli iranian
përgjithsisht për arsye të kohës së gjatë, por mbi të gjitha të aspekteve ekonomik, të kushteve të jetesës dhe të vrasjeve e të arrestimeve që regjimi atje ka realizuar, kam bindjen që atje me zi presin që të ketë një goditje nga jashtë, që ata të përqendrohen te goditja jashtme dhe të mund të reagojnë për të bërë jo, si mund themi, për ta çuar vendin në një anarshi, po për ta dorëzuar në duart e disave që janë më të moderuar udhëheqës dhe për të organizuar sa më shpejt të ishte e mundur zgjedhje të lira në një vend të lirë e demokratik. Ky mund të jetë me fjala shkretë lehtë për ta përshkruar dhe për ta thënë, por unë do të uroja dhe shpresoja që kjo të ishte njëri nga skenaret. Gjithsesi, ne jemi në pritje, do të shohim dhe do të gjykojmë, ne nuk kemi gjithë informacionin që quhet i klasifikuar në radhët e forcat armatosa, jo vetëm të forcat armatosa, por edhe të qeverive që i drejtojnë. Ky informacion nuk mundet të dalë dhe nuk mundet sepse humbet elementi i befasi për kundërshtarin dhe ai merr masat përgatitore, e atëherë humbet gjithë qëllimi dhe objekti i gjithçkaje që ke organizuar. Dhe këto organizime, qoftë dhe për të vajtur në lindjen e mesme, janë me kosto kolosale financiare. Edhe aeroplan mbajtëset amerikane, edhe gjithë personeli ushtarak, me gjithë mjetet që ka në dispozicion, është me një kosto kolosale. Gjithsesi, ai gjersa arriti në qershorin e vitit të kaluar për të paralizuar gjithë sistemin e mbrojtjes, të vëzhgimit, të zbulimit ajror, dhe nuk i dha asnjë lloj mundësie Iranit me strukturat e veta, sidomos ajrore, të zbulojë dhe të godas qoftë edhe një nga avionët që hynë dhe goditën dhe u larguan nga Irani, kjo do të thotë që nuk mund të themi që s'mund të ndodhë përsëri, sepse merren masa dhe kjo koha e gjatë e qëndrimit në gatishmëri, vjen një moment që njerëzit, jo mjetet, por njerëzit psojnë një lodhje, e bëjnë rutinë ditore të punës së tyre, të gatishmërisë së tyre, dhe atë ditë kur nuk e pret dhe ka rënë vigjilenca, atëherë mund të ndodhë edhe goditja. Gjithsesi, kjo goditje do të jetë kirurgjikale e përcaktuar saktë mbi gardë revolucionare, mbi liderët e tyre dhe mbi presidencën dhe vetë liderin suprem të Iranit.